Një aksident i rënd me pasoj humbjen e jetës së një personi është shënuar mëngjesin e së martës në autostradën Fier-Vlorë pranë mbikalimit të fshatit të Novoselës. Një 24 vjeçar i cili udhëtonte me automjetin e tij, sipas policisë te normave të lejuara, është përplasur me barierat anësore dhe përpasoj është batuar 30 metra në anë të rrugës. Sipas policisë, 24 vjeçari ka ndruar jetë në vend, ndërkohë që një person tjetër ka mbetur i plagosur. Një aksident i rënd automobilistik ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në autostradën Levan-Vlorë. Ngjarja e rëndë është regjistruar rreth orës 3 të mëngjesit pranë fshatit Novosel, duke shkaktuar pasoja fatale. Si pasojë e aksidentit, fatkeqësisht ka humbur jetën një njeri rreth 25 vjeç. Sipas informacioneve paraprake, ai ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes, përpara mbritjes së ekipit të urgjencës, i cili pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme nuk ka mundur të bëjë dot asgjë për ta shpëtuar. Më pas, trupi i pajet është transportuar drejt morgut të qytetit për veprime të mëtejshme. Sipas të dhënave paraprake, mjeti me targa AB 009 GN është përplasur me barierat mbrojtëse anësore të rrugës, duke psuar dëmtime të konsiderueshme. Rreth 30 metra larg pikës së përplasjes është gjendur pa shenjë jete shtetaci me iniciale AH i datëlindjes 7/8/2002, banues në qytetin e Fierit. Në ngjarje kanë mbritur menjëherë shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur punën për zbardhjen e plotë rrethanave të aksidentit. Gjithashtu po punohet edhe për të verifikuar nëse në automjet ndodheshin edhe persona të tjerë në momentin e ngjarjes, si dhe për të përcaktuar me saktësi dinamikën e aksidentit. Autoritetet e policisë vijojnë hetimet ndërsa pritet që në orët në vijim të ketë më shumë informacion zyrtar mbi shkaqet e këtij aksidenti tragjik.